nga dora e tij shndrohen në diçka tjetër. Të nderuar teleshikues, shikojeni këtë person. Është një njeri shumë kreativ. Është në gjendje ta krijojë nga një pjepër të krijojë një lule. Ta ndjekim së bashku. Shikojeni sa i përqendruar është në punë. Shikojeni se çfarë i punon pjeprit. Me saktësi dhe tejet preciz, gdhen forma nëpër fruta, por prej nga kjo ide. Si ide mas parë nga tërhek gjatë kohës ku isha gjatë pushimeve varore, më kanë tërhek çdo dekorëse, më kanë dekorëse çdo klient që ka pas rastin ta shikoj domethënë një dekor për frutave, çdo person e ka tërhek si dekor. Më kalon përshtypje të veçanta dhe gjatë kohës sa kum pas mundësi gjatë pushimeve, ja kum kushtu. Ku kum pas rastin gjatë kohës për shembull që kum pa të dekoruar disa fruta ose që ka pas një klient në tavolinë, ka pas përshtypje të veçanta se Ne po shohim se mjetet e tua të punës janë vetëm disa thika dhe disa shkopinj. Nuk duhet më tepër mjete të tjera të punës apo vetëm kreativiteti yt? Jo, po momentin vetëm qëto se nuk po ka mundësi mi gjetë këtu. Sipas mundësive ku kum pas rastin mi pa, i kum blese nuk mjaftojnë to se ka edhe ma tepër për punë që nevojitet. Mi po momentin mjaftojnë kaq. Ai nuk realizon vetëm gdhendje, ai ka kreacion të papar edhe për të dekoruar.
krijon një gojë brenda shalqinit, i papar. Ai, ekskluzivisht për televizionin ton po realizon këtë art të llojit të vet. Çfarë po mendon të krijojë nga repa e kuqe? Sigurisht ka ndonjë ide. Është trëndafil dhe këtë trëndafil po e zbukuron me frutat që ai ka mjetet të punës. Por ku i ekspozon Alkenti këto, t'i quajmë vepra? Si ide, kam shumë, kam ide pa kufit. Varet çfarë ahengu është, ose çfarë kërkesë është. Mi po gjatë punës time, unë e mundona se cilën punë që e bëj milion unike, edhe mes mi përsërit herën e dytë. Nëse përqitet kërkesa, për mua nuk është problem, e përgatitim, mirë po puna ime shka është gjatë këtë kohës me met unike, se frymëzona gjatë kohës shon një dekor të bukur ose një pamje të natyrës më la përshtypje. Edhe që ata gjatë këtë kohës mundona me lezun vetveten. Edhe ku të mi për të rasti, për mi punu mi shfaqet më thonë dekorat frutave. Mi po me met puna ime më met unike. Ky është një lloj kungulli dhe ai po e transformon në
dëshiron të shfaq artin e vetë në për vende ekskluzive, aty ku edhe do të vlerësohej. Vetëm një sallatë e tillë me fruta ati i merr hiç më pak se 2 orë. Por për të më rëndësi është klienti. Për mua kënaqësi klienti më do e kënaqen, edhe pse për mua një mundi shumë i madh, duhet edhe koncentrim maksimal, domethënë derisa ta dekoroj dhe vetëm për mi kënaq klientin. Ne urojmë këtij të riu punëtor dhe kreativ suksese. Ju të nderuar teleshikues, kënaquni me bukuritë e formave të krijuara nga Alkenti. Amores por siempre te digo aquí, las noches de amores, abrazos muy dulces, te canto un día por ti estoy aquí. And I love you, I love you, I love you. You're the one to my heart's home.